Ne do të flasim për protestën në Tiranë, e cila është në natën e 20, por jo të gjithë nga ata që ishin që prej ditës së parë në këtë protestë janë sot aty. Njëri prej tyre është Venediko Xhallari, i cili ishte në ditët e para, mbajti edhe disa fjalime dhe më pas u largua në drejtim të Gjermanisë mes disa pakënaqësive për situatën brenda në shesh. Pra, e kam fjalën këtu për organizatorët. Gjë që do na shpjegoj ai më mirë në këtë bisedë. Venedik, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber, faleminderit për ftesën. Unë quhem Venediko Xhallari, sikur e përmendet edhe ti, me banim në Gjermani, me origjinë korçare, ashtu se kam shprehur dhe në fjalimin tim në fjalën e parë ku është mbajtur dhe do të mund ta them edhe me orë, mbaj 19:40 minuta ka qenë ora kur kam marrë fjalimin. Ta nisim nga fillimi, pse erdhët ju në Tiranë? Si erdhët? Shiko, unë isha nisur faktikisht për protestën që do bëheshe në Zvërnec, për çështjen që kishte ndodhur për thurjen e atij vendi atje, dhe nga që kisha kontaktuar me çuna të cilët nëpërmjet rrjeteve sociale e kishim lajm për të shkuar në protestë dhe kështu vendosa të shkoj. Mirë po, kjo ishte e paparashikuar, e gjithë kjo situatë që ndodhi ishte spontane dhe nëpërmjet rrjeteve sociale kemi aktivizuar këtë gjithë së bashku dhe kemi lënë takimin mbas asaj ngjarjes që ndodhi në Zvërnec, ku një qytetar u troll zvarr nga forca të security, nuk di se çfarë ishin ata, vetë nëse morën vesh se çfarë ishin. Po, as nëse morën vesh se çfarë ishin ata aty dhe nuk ka të drejtë asnjë përveç policisë që është kompetente për të ndaluar dhe neutralizuar çdo qytetar, është vetëm policia kompetente për të bërë një ndërhyrje të tillë dhe askush tjetër. Të ra preja atyre. Pikërisht. Dhe unë mora pjesë në këtë në bashkëpunim me gjithë çunat që njihemi nëpërmjet rrjeteve sociale, po dhe në subjektin unë kam qenë dhe tani më e kam deklaruar dhe publikisht, kam qenë dhe antar i lëvizjes bashk, por tani më jam qytetar i lirë dhe nuk do të kem asnjë lloj angazhimi në asnjë subjekt. Po, pastaj erdhët u bët pjesë e protestës në shesh përpara kryeministrisë. Situata si ishte aty ditët e para? Dylber, do ta shtjelloj rrjedhimisht si ka rrjedhur situata. Si se përmenda edhe më parë që nëpërmjet rrjeteve sociale kemi kontaktuar dhe jemi bashkuar tek drejtoria e policisë në Tiranë dhe aty ka nisur, jemi takuar unë, Bledi Çakalli, Zef Nika, Orest Berberi dhe një çuditë që nuk jam mbaj mend emrin. Këta kemi qenë 5 të parët aty dhe nuk kemi gjetur askënd. Madje Bledi Çakalli më ka thënë në një moment duke pirë kafe aty, më ka thënë ti ku edhe 3 vet aty jemi dhe ne të 5 jemi s'ka gjë, ne do bëjmë detyrën tonë. Ashtu si na i ndjen shpirti. Sigur askush mos vi. Ora po vazhdonte, aty dolëm, kemi dalë rreth orës 18-15 minuta para drejtorisë, kemi takuar drejtorin dhe nën drejtorin e policisë, zotin Myrtaj. Ai na është ofruar dhe na ka thënë, me kë kanë folur dhe ky djali Oresti ka thënë, kemi folur bashkë për lejen e policisë së gjitha. Lejen e protestës të gjitha këto. Madje kërkoj dhe një numër kontakti që të jemi në kontakta që të dimë se me këtë kontaktojmë nëse situata del jashtë kontrollit, nëse marrim rastin ekstrem. Edhe i ka dhënë numrin ky djali Orest Berberi. Madje gjatë kontaktit aty kemi pasur një kontakt së bashku bashkë me nën drejtorin e policisë dhe më ka pyetur kush je, nga je, njërin tjetër. Dhe thash, unë vi nga Gjermania, vija po stafat për këtë punë, për protestën. Dhe Edisi më ka thënë një përgjigje këtë, dhe prandaj së zgjata dhe do të thoya këtë. Edisi më ka thënë një fjalë, shiko tha, dhe unë jam me ju tha, thjesht mua ndryshimin ma bën këmisha. Këto janë fjalët e nën drejtorit të policisë, zotit Myrtaj. Megjithatë, për të mos bërë këtu më shumë bisedë për atë ditë, në orën 18:30 ishte parashikuar protesta. Më vonë pam që po vinin dhe njerëz të tjerë, unë disa i njifja, disa si njifja nga rrjetet sociale, por dhe nga aktivizmi i subjekteve, qofshin ata të Adriatic Lapajt, apo të Agron Sheajt, apo të çdo lloj subjekti, që të gjithë aty
po mblidheshin në çdo 10 minuta shtohesh. Në moment kam parë rreth orës 7, mbas ditës në orën 19, me thënë drejtën, shkojmë që u bëm goxha aty dhe në një moment Albeni ai djali që udhëheq për protestën sot, thot do shkojmë tek Ministria e Brendshme, që të gjithë bashkë shkojmë aty, nisemi. Ky është e gjithë çfarë ka filluar në protestë. Dhe unë faktikisht Albeni nuk e kam njohur kurrë më përpara. Aty në protestë e kam njohur. Thjesht Oresti me Zef Nikën i kanë thënë që shiko, kemi një bashkëdhetar që ka ardhur nga Gjermania apostafat për Zvërnecin këtu dhe është e papranueshme që mos japin fjalën. Dhe në një moment kur shkojmë në Ministrinë e Brendshme, më jep fjalën dhe ajo është edhe në video, nuk e mohon dot askush, që thotë që është një qytetar që ka ardhur nga Gjermania, t'i japin fjalën. Dhe kështu më dha fjalën. Mirë po, që të mos të zgjatem. Unë kam ndenjur aty dhe deri të dielën në vazhdim të këtyre ditëve. Sepse nuk e kisha parashikuar që kjo situatë do shkonte këtu. Gati një javë. Gjatë një javë. Pastaj jam larguar dhe kam shkuar në Gjermani, ku dhe këtu jam aktivizuar në protestat në Munich, Stuttgart, në Frankfurt dhe kudo. Okej, përpara se të shkojmë atje, tani pse ikët nga këtu? Ika sepse sepse nuk e kisha parashikuar që lej nga puna nuk kisha marrë për të ndenjur më shumë se një javë. Kështu që duhet vija të konsultohesha këtu me eprorët e mi për të marrë ditë më shtesë. Madje eprori im ma ka konfirmuar dhe ka pak shte parë dhe video në rrjetet sociale dhe tha, pas kam një punëtor tha që ose një bashkëpunëtore tha, ka thënë më qartë, që nga dhe kaq rebel i ke ditët sa ti do rrish të shënuara dhe rrogën, madje mund të rrish sa të duash. Gjerman apo shqiptar? Gjerman, dhe Gjerman flasim një firmë me mbi 20.000 punëtor, jo 1, 2, 3, 4, 5. Po pastaj pra ju ikët në Gjermani, po këtu çfarë lat në shesh kur ikët? Si ishte atmosfera, situata, grupi, ai grupi udhëheqës ju thatë nisëm nga drejtoria e policisë, ai vazhdon të jetë aty, pra kush e kontrollon, kush e komandon? Orest Berberi, ky Bledar Çakalli, Zefi, ne të gjithë u troqëm si qytetar dhe rrinim si qytetar të thjeshtë, sepse nuk e kishim bërë këtë për të dalë dhe për të thënë që shikon ne çfarë po bëjmë për ju. Por u tërhoqëm disi dhe kush kishte megafon, kush kishte ikte në një bordur aty dhe fliste më tepër. Dhe deri diku ishim të qartë me njëri tjetrin deri në datën 3, se si ishte protesta. Mbas datës 3, unë besoj që protesta ose u kap nga diku, ose u përvetsua, po më qartë unë do të thoja që disa eksponent të politikës ndërhyvën midis këtyre që arritën të ekspozoheshin më tepër gjatë kësaj protestës. Dhe këtu mund të them që mund të ishte edhe Agron Sheaj dhe Adriatik Lapaj, sepse do ta them kështu me sinqeritet. Kam parë dhe aktivistë Lëvizjes Bashk, të Lëvizjes Bashk ditën e parë aty, por nuk ishin aq aktiv dhe të ishin të ndërhynin aty. Madje të Adriatik Lapaj ta arritën sa po rrinin si bodyguard, ka qenë një Ilir Gjemala, nuk e di se ka mbiemin ai, po Ilir e quanin. Madje ditën e tretë të shtunë, ditën e dytë atë tretë të shtunë atë diel, tek përpara kryeministrisë, ky më ka thënë në një moment, këtu nuk është protesta për të moshuarit, këtu është protesta për të rinj. Dhe unë jam përgjigjur në mënyrë agresive aty, me fjalën karagjoz, dhe i kam thënë që të më tregosh mua ti rinin që unë kam ardhur, që anë nga kam ardhur, të kam bërë këtu një popull të tërë që të ngrihet dhe jam motivi, madje të shtunën do të jap një argument. Të shtunën e kam parkuar makinën diku te 21-shi dhe që nga 21-shi dhe derisa kam ardhur në shesh, më beso, kush më shikonte rrugës më thonin Tiku, zotrim thoni, po unë po them Tiku sepse nuk më pëlqen, se nuk Tiku je ai motivi që na ke bërë të shkojmë në shesh sot. Kur e kemi parë live që ka ardhur nga Gjermania për këtë kauzë që sot ky popull vuan e strapacohet, dhe të mos dalim ne që jemi këtu dhe pa bukë të jemi ne të dalim shesh, i kemi këmbët tek fundfare, më ka thënë një zotri. Madje për të qenë dhe korrekt, ka qenë një aktivist i Lëvizjes Bashk në mund semafori mund këtu tek Banga, duke kur hyn për në shesh, dhe ka qenë një çift dhe e ka dëgjuar me vesht e tij dhe më ka thënë që Tiku e pas ke bërë atë popullin me vete, për vete, shumë pak. Por ju thoni që protestën e mbytën. Unë besoj që protestën partitë e reja, dhe prandaj kam thënë, këta filluan që të anatemonin këtë shikoni që ishte jo, ose më
më pak i mbrojtur aty. Sepse këta ishin shumë pak të gjithë, kishte 4-5 eksponent ose aktivist Adriatic Lapajt, Agron Shejajt, pastaj më vonë kanë ardhur dhe të tjerë, por unë dyshoj që këta të gjithë kanë bërë të pamundurën që deri diku të kenë hundët kudo në kryesinë e kësaj proteste. Pra, ju po thoni që protesta nuk është me popullit? Unë besoj dhe shpresoj që ky është mendimi im me aq sa kam parë unë, që deri në datën 3-4 protesta ka qenë popullore. Mbas andaj protesta ka marrë tjetër përmbajtje. Madje janë implikuar dhe të treja subjektet e reja, ka patur, të them dhe sinqerisht po të them, ka patur dhe eksponent të Partisë Demokratike që njerëzit nuk mbas e thonë, po unë i njoh, ata mbas e s'njohin mua, po unë i njoh. Dhe të ishtë LSI-se të gjithë aty ka patur në shesh. Mirë, ata edhe si qytetar thjesht sepse për te kishte edhe nga ata që edhe mikrofonin kishte razit ta thyenin kokë. Pra, ju keni pas probleme me fjalën aty, ju a kanë hequr? Nuk a kanë Po, mua më shequr fjala, madje me shequr fjala, kur jam kthyer herën e dytë nga Gjermania, kam ardhur apostafat, si kam ardhur këtu, më kemi bërë mobilizimin me qytetarët në shqiptar ose me emigrantët shqiptar në Gjermani, në Frankfurt, Stuttgart e kështu me radhë. Jam kthyer përsëri dhe për të ndenjur dhe e kam marrë lejen për të ndenjur të paktën 10 ditë. 10 ditë. Madje Albeni më ka konfirmuar që sapo e kam takuar në orën, do të qenë ora 18:10 minuta e ditës së premte, dhe ma ka konfirmuar, a kam vajtur dhe kam prekur nga shpallë dhe kam thënë Beni si je, dhe kam vetur në një moment si habitur sikur unë isha kriminal dhe do ta vrisja, nuk e di as unë se çfarë mendoja në atë moment. Shikoj, tha ti, tha se merr me fjalën, tha ke folur shumë. Këto fjalë më ka dhënë aty, ka qenë edhe një zonjë që ta ardhur nga Suedia, një zonjë, i tha unë kam ardhur nga Suedia, nga Franca, nuk e di se nga i tha, nga Austria, ngjek ti se nuk e mbaj mend, po diku nga emigrimi kishte ardhur. Dhe me të them të drejtën, kam ndjer brenda me thash nuk ka mundësi që të fliten këto fjalë tek një njeriu që të ka qenë që në orët e para, ka qenë mbështetës këtu me ju, ka bërë atë që askush nuk mund ta bënte, as nga Kuksi mund mos vinte dot Albeni, e unë ardha që nga Gjermania për këtë arsye, kështu që e ndjeva veten i zgënjur në një farmasë. Por ka edhe një aspekt tjetër të medaljes që tani, nëse do ishte kjo që ju thoni që protestën e kanë kapur këta vetë provuan në shesh, Adriatic Lapaj ndenja 3-4 muaj atje dhe pamsa veta vajtën. Pra, këta nuk është se do të binden urdhrave të këtyre. Apo gabohem të kjo? Jo, unë do të them diçka tjetër këtu. Jo, shumë e drejtë kjo që thua. Pyetja është shumë e drejtë, por unë do të them diçka tjetër. Adriatic Lapaj, Agron Shejaj, Arlin Qori, e gjithë këta po flasin ta të rinj se këta të vjetë se tani në këtë përballje që po bëj unë, këta do mendojnë se unë jam i Edi Ramës apo i Sali Berishës. S'kam lidhje as me njërin as me tjetrin dhe në rrjetet sociale betej që kanë bërë unë për këta nuk e kam bërë shqiptar. Por megjithatë, që të jemi këtu konkret për këtë që po flasim. Unë besoj që Adriatic Lapaj e filloi diku që nga dhjetori janë nëntori protestën e tija para kryeministrisë, Arlin Qori protestat pa numërta me nga 20-25 veta, gjithashtu dhe Adriatiku, po dhe ashtu Agroni nuk mblidhin dot as aktivistët e tyre. Dhe në këtë protest ku ardhëm ne nga emigrimi dhe ngritëm një popull të tërë dhe kjo ishte motivuesem shumë, se unë po them që jam unë ai që vajta shtëpi e derë më derë dhe u tha shqiptarëve hajtin se kam ardhur unë. Po është motivimi që bën një njeri në atë protest, i jep të kuptoj që shiko, mund të bëjmë dhe gjëra shumë nëse bashkohemi. Po, pjesa e këtyre skenarëve që janë hedhur më pas media, jo agjendë, më të thash në shesh. Shiko, unë kam qenë aty dhe unë nuk e pranoj një gjë të tillë. Ka nga këto fjalët që thonë jo ka grek, jo iranian, jo ku diun. Unë për këtë ta siguroj me 100%, jo 1%. Që nuk ka asnjë agjenturë tjetër aty. Thjesht, po të kishte agjentura të natyrës si ta shprehen, siguroj që do kishin ndjekur tërë Tiranën. Aty nuk është prekur asnjë gur nga bordura. Besoj shumë paqësore. Po ka qenë shumë paqësore dhe për këtë e siguroj unë këdo dhe gjithë opinionin shqiptar që nuk ka asnjë gjë të tillë. Tani, nëse ka diçka mbrapa që ne nuk e dim, atë unë nuk i fut dot duart në zjarr. Por unë me aq sa kam parë dhe aq sa njoh situatën brenda,
nuk ka agjenturat huaja absolutisht. Kjo janë hipoteza që hidhen ose propagandë që hidhet nga pushteti apo dhe nga opozita e cila nuk ka më larg se pushteti që ekziston sot në Shqipëri. Janë motre vëlla me fakt fjalë. Ju patët pa kënaqësi pas atij marshimi në Rinas Tërnatën. Marshimi im, më fal, pa kënaqësia ime se është marshimi im, se marshimi unë s'kam qenë fare, kam qenë në Gjermani atë ditë. Por pa kënaqësia ime është sepse eksponent, nuk dua t'i përmend emrat, të cilët diku kanë patur ose kanë qenë të aktivizuar më përpara ose kanë simpatizuar diku, unë besoj që këta kishin një farë paramendimi për ta bërë këtë gjë, më shumë për t'i ulur vlerat se proteste. Ky është mendimi im. Dhe u tërhoqën një pjesë e protestuesve dhe u çuan në Rinas. Dhe unë do të them diçka, për çfarë do të çohen në Rinas protestuesët? Kush do të qoftë ai? Mbështetësi i Sali Berishës, i Edi Ramës, i çdo kujt qoftë. Për çfarë do të merren të çohen në aeroport protestuesit? Për çfarë? Ajo është porta e vetme që zbres unë dhe çdo shqiptar që do vi do përkrah atë protestë. Plus turizmi që të themi dhe të vërtetat tjera. Ai turizmi nuk është ndalur sot, as nga dita e parë dhe as nga dita e fundit, as nga dita e 19 apo e 20 që mund të jetë sot nga protestë. Kështu që ajo portë është porta që sjell dhe emigrantët dhe turistët dhe tregon dhe hyrjen në atë dheun tonë. Kështu që unë do ta demaskoj dhe kam demaskuar deri në një dhe kam dyshuar tek një individ që ka bërë atë dhe e kam përmendur në një video në rrjetet e mia sociale. Dhe ai ka qenë Genti Progri. Pa dyshim. Tiku, lejo të drejtojmë kështu, duke qenë se po me kënaqësi, me kënaqësi. Po bëjmë bisedën e lirë. Si mendoni që do ecë protesta tani në vazhdim? Duke qenë se ju dini fillimin, vazhdimin, po si do përfundoj? Unë shpresoj dhe besoj shumë që qeveria ose kryeministri, unë e kam thënë kryeministri i atyre kriminalëve dhe hajdutëve kanë votuar ditë në fjalën e time të parë, por do të them diçka. Ai është tërhequr, ka patur në nga informacionet që ka mund të them do të jap dhe një fakt, një arsye pse unë jam larguar dhe më shumë nga Shqipëria e në fundit, por do ta them në fund atë. Duhet kryeministri faktikisht ka dashur të japi dorëheqjen shumë më përpara se këto ditë që po flasim ne. Por një telefonat i ka ndryshuar. Ka dashur vetë ta japi dorëheqjen. Ky është informacion që e ka marrë ma ka thënë dikush tani. Është e vërtetë, është e gënjeshtë, unë nuk e di. Ka dashur të japi dhe dorëheqjen. Por një telefonat i ka ndryshuar gjithë rrjedhën dhe ka filluar të bëj lolon, herë të shfaqet si prostitut, e herë të shfaqet në fragmente të një striptizi e shumë e radhë. Por unë besoj që nuk do zgjati shumë dhe ai dorëheqjen do ta japi se s'ka ku shkon më. Madje unë do t'i ftoja gjithë shqiptarët dhe gjithë protestuesit dhe ata që më kanë zhgënjur unë, prapë janë shqiptarët e mi dhe unë nuk i hedh poshtë. Sado që ata bërën të tyren, unë do bëj timen. Shiko, çdo kush ecën me këmbët e veta dhe trajton trupin, mendjen dhe gjithçka me kokën e vet. Unë nuk mund bie dot në atë nivel, sepse ata u treguan të ulët, do ta quaja, që të anatemosh dikë që është pjesë e juaj, është krahu juaj tek e fundit fare. Nuk ta bëja kurrë. Sado mlefe të kisha që unë si kam lënë vend kujt. Por kjo është një pjesë tjetër. Atë që dua të them për rrjedhën e protestës, dua të them edhe diçka tjetër. Edi Rama me poezira e me këngë valle nuk ikën t'ja siguroj me 100%. Edi Rama ikën pajësore ka më shumë forcë në fakt. Sigurisht, por duhet këti t'i shtrëngohet litari dhe këti do va shkelmi në gryk, se ndryshe ky nuk bën mbrapsht. Këta thirr aty Rama në burg, Berisha në burg, Berisha tallet në krahun tjetër, ky tallet nëpër Shqipëri, duke shkuar në Elbasan, duke shkuar në Vlorë, duke shkuar në Zvicër, duke shkuar në Gjermani e kështu me radhë. Kjo është të lozësh me popullin tënd që e ke vjedhur për 12-13 vjet që ke qenë kryeminist dhe 12 vjet që ka qenë kryetar bashkie e kështu me radhë. Është njeriu që ka patur pushtet më shumë, do ta kishte bërë Shqipërinë, jo Zvicrën aty ku vajti pinte atë kafe në këmbë, po 2 herë si Zvicra do e kishte bërë. Po ky është njeriu, do ta them kështu me plot gojë, njeriu që i ka bërë një mjenjë të zeza këtij vendi. Tani, është e vërtet që po vinë shqiptar nga Gjermania për në fundjavë në Tiranë? Po, janë aktivizuar dhe unë
unë kam patur kontakte me disa eksponent, pavarësisht se unë nga që jam kthyer dhe nuk mund të los me shefin tim të them unë iki sot vi nesër. Dhe tani deri në fund të korrikut nuk lëviz dot sepse kështu është puna këtu ku jam unë. Kështu që unë kur e mora lejen, njerëzit e tjerë treguan brylin, kështu që unë nuk mund të as mund t'i lutem dikujt dhe jam një njeri që në jetën time kam arritur pa u zvarritur, pa u viktimizuar dhe pa u të kurrur. Kështu që nuk mund të bie dot në atë nivel që të them që aman më jep mikrofonin. Tek e fundit fare, unë e kam bërë punën time dhe të mos flas fare. Po si po organizohen andaj se ka pas të disa lajme që kanë qarkulluar në media, po vinë me autokolon me. Po, nga Anglia këta do takojnë në një qytet në kufi me midis Gjermanisë, Italisë dhe Austrisë. Më fal, Austrisë dhe Italisë. Dhe nga aty do nisen për në Shqipëri. Nesër bëhet fjalë, pra të shtunën. Nesër bëhet fjalë. Besoj çunat janë rrugës, se përdesa dje nesër i thonë të kenë të paktën edhe një 10-12 orë rrugë që nga Vjena, që nga në kufi me Austrinë. Por ju thoni që ndoshta në të ardhmen mund të që bashkoheni edhe ju, po sigurt zgjasin për. Sigurisht që po. Unë kam qenë i pari kësaj proteste, unë e thash dhe do ta them që këta bërën atë tyre të treguan fytyrën e vet, unë nuk mund bjen nivelin e tyre. Qofshin të gjitha ata aty, madje unë e kam thënë dhe publikisht që nga Lëvizja Bashk, kjo ka qenë dhe arsyeja sepse Lëvizja Bashk nuk qe pranë meje, kur unë donja dhe ndihmën e Lëvizjes Bashk në atë moment. Nuk qe pranë meje dhe unë kam bërë dorëheqje dhe mbase dhe jam të kaluar me kryetarin, me Qorin? Jo, s'kam biseduar dhe nuk mund të bisedoj, kam kontaktuar, kam shkëmbyer një bisedë nëpërmjet rrjeteve sociale në WhatsApp dhe në Messenger dhe aty kam thënë fjalët e mia, të cilat mund ta përmend këtu. Unë i thosha ujku, Alindi më thoshte është lopa. Kështu që nuk mund merrem unë me tilla gjëra. Tjera i thoja unë, tjera më përgjigj ai. Kështu që më kupton çfarë do të them. Është pëse e qartë, kur tjetri nuk të kupton ose s'do të kuptoj atë që i thua ti, s'ke pse ta zgjatësh më as ti se ta thash dhe pak më parë që unë nuk viktimizohem as nuk i lëpijem kujt. Tani për ta mbyllur pak më larg, më duket më sa që kam diçka që do a them në fund. Po, ajo që do them në fund është se para se t'ik një herë në fundit fare, më merr një miku im dhe më thotë që Tiku do të them një diçka si mik që të kam. I them faleminderit. Pasi më kishte thënë dhe këtë që të thash për kryeministrin, më thotë dhe diçka tjetër. Thotë Tiku thotë, do të them diçka më pa mbrojtur në këtë protestë ti thotë. Më mirë iksa se këta thotë një kurban do ta bëjnë këtu thotë. Mos jesh ti thotë, ik më mirë. Si kurban? Tani e kupton ti çfarë kurban. Dikujt këta do t'ia drejtojnë diçka. Dhe më tha, më mirë, dëgjoj mua, tha, iksa se ti je më i pambrojtur këtu, tha, asnjë tha nuk të mbron nga këta këtu, tha. Prandaj tha, iksa se këta e kishte fjalën që ose pushteti, ose ato opozitës dikush, me këta të politikës së vjetër, një kurban do ta bëjnë këtu. Kështu që më mirë iksa mos jesh ti. Ky ka qenë fjalët e një miku tim që më ka thënë më ka marrë të premten darket, dhe kam qenë duke darkuar kur ma ka konfirmuar këtë gjë. Ju besoni realisht që mund ndodhte diçka? Po, shiko, frika ekziston se tek e fundit fare un kam ardhur për diçka ideale dhe të bëhem unë hero, të rresin tjerë të heroj popullit e pastaj më fal politikën me rrej dhe ngrop. Kjo më duket komplet e kundërt me atë që është në shesh, sepse aty situata shumë paqësore, asnjë nuk e di. Fëmijë duke lule policëve. Ai eksponent, ai person është një person që e njeh situatën. Jo, ai më tha që shiko, tha të gjitha gjërat luhen brenda, sepse tani tha sa ditët sa më shumë vazhdojnë, gjërat më shumë do tensionohen, më shumë do revoltohen. Kështu që un po ta sugjeroj tha si mik. Dhe ai nuk është një njeri i rastësishëm në jetën publike. Është një njeri që ka një pesh kur flet. Më ka marrë vonë rreth orës 10 darkës, ka qenë e premte ashtu më duket e premte darkët ka qenë. Ka thënë Tiku tha ta them sa si vëlla, tha më mirë largo, tha se je më i pambrojtur aty. Tiku unë falenderoj për bisedën. Shpresoj ne do të kemi vazhdim për ecurinë, ndoshta nëse do ketë organizime në Gjermani. Sigurisht që ka organizime dhe do ketë dhe do vazhdojmë deri në fund, deri në rrëzimin e kësaj qeverie dhe unë jam i bindur që do t'i arrijm. Por do të them edhe diçka në fund që para se ta mbyll, nëse miqtë e mi që kemi filluar bashkëudhëtimin për këtë protestë do arrijnë që të vazhdojnë me brylin akoma, të siguroj që bashkë me këtë pranverë kanë nxjerrë dhe një opozitë përballë tyre. Dhe atë kanë Tikun. Tiku, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Përshëndes miku im.